Audhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fillimisht e falenderojmë, lavdërojmë dhe madhërojmë Allahun fuqiplot, kurse paqja dhe bekimet më të mira qofshin mbi profetin ton të dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar, siç e dini, jemi disa ditë me radhë në fshatin Asambek, në vendin pikërisht ku kanë ndodhur fatkeqësitë natyrore, realisht vërshimet e mëdha në këtë fshat. Sot kemi ardhur këtu me vetmin qëllim që të intervistojmë banorët e këtij fshati, realisht të pyetim ata se si është gjendja tani. Dihet se kanë filluar përmirësimet gradualisht të bëhen, megjithatë kjo nuk do të thotë se ato ende nuk kanë nevojë për t'ju ndihmuar. Po ashtu thuhet se në këtë terren është përhapur një sëmundje, realisht janë përhapur disa infeksione të lëkurës si pasojë e ajrit të ndotur dhe papastërtisë që është në vend. Për më shumë do të ndjekni në vijim banorët. Për çfarë nevojë keni më shumë ju këtyre ditëve? Ju faleminderit sidomos organizatës ju, Zoti ju ndihmoft. Organizata ju është aty punktin e kanë të shtëpia jemi aty. Keni brume boll, faleminderit, haje për haje nuk kemi probleme, hiç, buka taze vjen. Kemi nevojë për teknik, kemi nevojë kolica, me kofa i me treqit të njakin prej shpijeve, me kofa i me treqit, nëse ka nevojë qasi që duhet, kolica, e diçka, qeshti pa, qeshti ka nevojë edhe mjete për higienë ma tepër, sepse ka filluar era, ka filluar smujot kanë filluar ma tepër, që për higienë, sa të mundi prashak që nuk kanë ardhur hala, sot kanë ardhur kiselina, kësi kanë ardhur ama tjera s'ka. Kose vazhdon dheti kështu, do të qohet plun edhe una jam banet nalt, katin e dytë, ajo dhe gjumin së nimi të e bo, era ato ardhën, në rrugë, se di shka bojnë këta ohesit tonë, shtabi kryesor, se kjo isha jetë e shkolla 25 maj, ata duhet të vinë me sistema pak një modë, kanalizimi është, në sistema të lajnë rrugë, të lajnë trotuarët, ka po hezmin të shka. Pa hekët, pluni, hekët, qetësot, shumë, atmosfera është në dujtë pistepër, na imi mësu gati ama këtë po vinë, mëna vizitue mishte e shoknia, katastrofë është, katastrofë, Zoti na ndihmoft vëllai. Shti nevojë kemi për gjubrat, për çdo me për bërllogët, mi pastru sepse tepër në bërllog. A për kështu ushqime haj, edhe pse s'ka rem të hajet e dam, po merr kush po mundet, pa rem pilon me një punkt aty, ai na ton shumë larg nuk po mundet me ardh. Kanë punë se nuk po mundet me ardh këtë me mor, po jesë ndop pa hiç. Edhe pse alhamdulillah po ka vëllazni po që bobina tonë më. Mirë, s'ka nevojë për haj dëshoshim, po pastrimi katastrofë. Çfarë nevoja keni kohës fundit? Momentalisht kohës fundit vetëm për pjesë higjienike, detergjent asist që të pastrohet sa më shpejt. Puna tjetër mos nevoja që dëmtimet që janë brenda ato teknikë të bava. Pjesë kauca këtë prej hallat, që ka mundësi për familje edhe më varfër se nashve. Për çka keni nevojë më së shumti këto ditë? Po këto ditë është bë po deponimi i mbetorinave apo që janë zonë shtëpiat me ujë, e tash i kanë heqë që kanë pas për shtëpisë, me mobilje, me vitrina, me gjitha. Shqyr Zotit, na ndihmojnë vllaznit, na ndihmojnë gjithë dashamirët, janë të mundu ka pak me të mundësit tona, që të deponojmë se ka pivërshimeve, ka dhe shumë kafshët të cilët janë të ngordhme, ka dhen, ka lop. Shqyr Zotit viktima nën familje s'kemi pas, dikush edhe ka pas, mirë po, për momentin që ka nevojë këtë vend, apostafat duhet për pastrim, duhet njerëzit vinë të na ndihmojnë nëpër shtëpia, ti pastrojmë, ti heqmi ato baltë, ato llomet që i kemi brenda nëpër shtëpia apo nëpër sobat tona. Megjithatë, duhet nevojitet llambat natës, për shkak se nuk kemi edhe rrymë. Uji ka, mirë po uji nuk është i pishëm, nevojiten shumë detergjente, për shkak të smujeve të cilët janë paraqitë njerëz me temperatura të larta, me barqitje dhe vjellje apo me diçka pushtra ndër lëkurë. Megjithatë duhet të ketë detergjente, duhet të ketë lloje të ndryshme. Mirë po, para se mendoj se diku 90% e fshatit fëmijët i kanë heqë edhe plesht. Deponimi i pampersave këtive punëve mendoj se duhet ndalet më pak, mirë po sjellem sa më shumë detergjente dhe të ketë mjete për pastrim. Çfarë konkretisht, a mund na thoni çfarë mjete për pastrim ju duan? Lopata, diçka të ngjashme?
Po mundet lopata edhe pse kanë pru, duhet këtë fshisa, duhet këtë mjete tjera, po apostafat duhet edhe të ketë edhe detergentet ndryshme. Aha. Për dezinfektim, për shkak se mos përhapën e për shtëpiat, se me të vërtet është, si shpesh shifni edhe vetë, vjen shumë era keqe, mund përhapën shumë të ndryshme. Nevoj krejt çka duhet, shtëpia mo ara, njëna ato ra, tjetra gati. Materiale me ardhë në gjenjes dikun si e mikanën për me hi me netën, me ati, se këto s'ka kur gjama tash, sigur e keni pa inqezimin këtu para neve, kjo veç ilumizot e bankit, pjallaj që ka të na vjen s'kemi ku. A keni mjaftueshëm ushqim, pije, ujë? Ushqim ato asimi të morë edhe sa financi duhet, financi me ardhë sigur që që mi konë ma herët. Atë ti damtum, me mobilje, me elektrike, me laminata, me tanat janë damtume. Ka ti parë, me kuzhina, me tanat. A buk, ngranje, pirje keni krejt? Janë të prun, faleminderit për Zotit, janë të prun shëqatët. Asaj përket mjeteve për pastrim, lopata... Janë prun edhe ato janë prun. Po, do me thonë në rejgjëlla, deri që sasha në rejgjëll. Kemi dëgju se është përhap një lloj sëmundjes të lëkurës, realisht një infekcion i lëkurës, a është e vërtet? E vërtet është. Do me thonë vetë vllavi jem është kështu e ka atë marrë injekcione. Çfarë kanë thënë mjekët? Po injekcione atë marrë edhe një ujë për dezinfekcione që ja kanë dhënë për me li. Të nderuar, kështu e zhvilluam një intervistë të shkurtur me banorët, realisht me fshatarët e fshatit Hasanbek dhe e pam gjendjen e tyre dhe nevojat më primare që kishin ata. Ne do të përpiqemi ditëve në vijim që sadopak t'ju ndihmojmë atyre, t'u sjellim nevojat e duhura, ndërsa të gjithë ata cilët duan të kontribuojnë në këtë drejtim mund të telefonojnë në numrin e telefonit 071 655 163. Ju faleminderit.